Deri në vitin 1981. Atëherë do është mbyll shkolla, kanë qenë edhe nxënësat e fundit kanë qenë. U shpërngulën prej Bellanocit edhe u mbyll shkolla, mandej u prish shkolla. Edhe prej atëherë nuk ka ekzistuar më atje, nuk ka ekzistuar shkolla dhe po në vitet e ardhshme pastaj punove në Çerkez, atje edhe ishe edhe drejtor i shkollës, ashtu. Në vitin të 80-81 erdha në Çerkez, punova të fillova si arsimtar, si mësues i grupit klasor. 2 vjet punova, deri në 82 mandej u zgjodha si përgjegjës i shkollës. Mandej edhe drejtor isha i shkollës fshatit Çerkez. Sepse ishte shkollë periferike e Bayram Shabajt, njëherë, pastaj e shkollë vllazërimit. periferike e vllazërimit. Po njëherë edhe e Bayram Shabajt ka qenë, kur ishte një shkollë. Po, ka qenë e Bayram Shabajt në kuadër të vllazërimit. Por edhe vllazërimi ka qenë në kuadër të Bayram Shabajt. Mandej u ndar vllazërimi, fshati Çerkez met me vllazërimin deri kat vitit 86-87, kur u vetësu shkolla dhe unë e paktova me emrin 1 Maj. Për arsye se më imponoi që në lloj emra, jo Ivan, doktor Ivan Ribar, jo Sava Kovačević, jo s'di shka. Unë i pata propozu disa emra shqip të shkrimtarve, figurave historike, edhe ato thanë në këto s'vinë parasysh, mandej nuk doshna, edhe më i kapshëm ishte 1 Maj. Po nuk e di mandej kush, unë deri në vitin 1993, punova në Çerkez, edhe ka viti 91, e themelova një firmë private njëherë me tregti, mandej në kohën e Ante Markovićit u bë liberalizimi i tregut në Jugosllavinë atëhershëm, edhe unë fillova me autoshkollë. Kjo është një kapitull i ri në jetën tuaj.